të në e gati. Qëja të dhe të dhivë të në mëve të në? Mira tërë, më lejeni që përshëndes, që të shërë mirë së ardje, dhe përvëzaj që të filloj me punimet e mbledhjes së radhës të Senatit të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina. Të nderuar senator, ju keni marrë rendin e ditës, si pas praktikës e keni lexuar, nuk po praktikojmë lexuar pikat e rendit e ditës, prandaj e hapi diskutimin lidhur me rendin e ditës. A ka ndonjë diskutues, dikush që do ta merr fjalën? Nëse ja kush është që të aprovohet ky rend dite? Po kemi të ndryshme. E kanë. Po që kemi ndryshme, po kam disa informata ndryshme, kur të vim dhe që në informata. Okej. Atëherë kalojmë te pika e parë e rendit të ditës, që është miratimi i ekstraktit të procedurbalit nga mbledhja e datës 15/5/2017. Dëshiron dikush ta merr fjalën lidhur me ekstraktin? A ka ndonjë vërejtje? Qoftë ja, atëherë kush është të miratohet ekstrakti i procedurbalit nga mbledhja 15/5? A ka kundër abstenim? 1 zëri. Faleminderit. Kalojmë te pika e dytë e rendit të ditës, marrja e vendimit për revokim të gradës shkencore doktor i shkenca për kandidatin e doktoruar në Fakultetin Ekonomik Hysnia Bubulica. Kandidati Hysnia Bubulica ka unë tash kandidati. Ani, përgjën, se unë e kam korrigju, Hysnia kanë marrë kandidatës. Pra, kandidati ka mbrojt tezën e disertacionit në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Në rastin e konkurimit ka prezentuar një dokument, certifikatën e masterit, i cili dokument nuk ka ekzistu. Janë kryer të gjitha hetimet, është marrë dhe vendimi i gjykatës, kështu që sipas statutit ne jemi të obliguar që të marrim vendim për revokim të gradës shkencore doktor i shkenca. Prandaj, sekretar, dëshiron ndonjë informacion? Që bëjmë një kronologji të doktoratit, para 2 muesh, policia ka ardhur me një kërkesë që ti merret thirrja grada shkencore doktor shkence për shkak se përmes Interpolit është verifikuar në Kragujevac se diploma është ineksistente, do të kandidati asnjëherë ka qenë regjistruar në studimet e masterit në Kragujevac. Dokument të cilin kandidati ka përmend në CV kur ka aplikuar për magjistrën doktorat dhe ka dorëzuar si dëshmi. Ndërsa e ka edhe një diplomë tjetër të masterit në Universitetin e Beogradit Leda Mefrej Braçakarit, mirë po nuk e ka dorëzuar në të dokumente as përmendur. Edhe në raportin e Komisionit për mbrojtjen e doktoratës përmendet vetëm diploma Kragujevcit, e cila është fiktive, inekzistente. Prandaj edhe prokurori i shtetit në fej ka konstatuar se dokumentet që falsifikuar ka elemente të falsifikimit të bazuara, prandaj për shkak të parashikimit të ëndës që ka kalu nga koha kur ka doktoru kandidati për 2007 është konsideruar se është parashikuar lënda, mirë po përgjegjësia administrative për shkak të dokumentit falsifikuar nuk mund të lejohet vazhdimi me të tjeshëm në bazë këtë gradë shkencore. Kandidati është profesor në Universitetin e Fejës, edhe Feja ka po kërkesë paraprakisht i merret grada shkencore mandej të revokohet edhe thirrja akademike, mandej vazhdojnë procedura tjera administrative. Prandaj do të ka elemente në ka kërkuar nga policia në dërguar dëshmi në Interpolit, ka lasur në karë, me telefon ma kanë konfirmuar, dje kemi proceduar
drejt për drejt me policin e rastit në prezencë të dekanit dhe i ka konfirmuar se gjithë. Nëse policia nuk ka arrit me hetu sa duhet, atëherë pala mund të bëjmë ankesë edhe në Këshill Fakultetit, po edhe në polici. Faleminderit, ndëgjojmë informata të shtesë nga ana e sekretarit general të universitetit. Unë hapi debatin, dëshiron dikush fjalën? Senatori Erni Puka. Në aspektin e sot të pranu materialin, në që një gjarë shumë, ashtu e përrova të dojnë në sekretari, nuk të shumë përbajtë, të përbajtë të konstatë që është një komision ose një autoritet në cili ka komitet legislativë. Në aspektin procedural në kam pak dilema se ndoshta mund të vendosim sot për një çështje të tillë revokimit të doktorat, se një konstatim, që në aspektin administrativ të ketë një komision në universitetit, komision të studimit, nëse është kompetencë Këshillit të Etikës dhe Normalisht, që ne të kemi një autoritet që e konstaton dhe ne e votojmë. Nivel policia, edhe të ne në gjithë Evropën, sistemin ban vetëm e tim, nuk merr vendim në konstatu asnjë fakt. Gjithmonë vendimi duhet të jetë nivel gjykate. Nëse kemë vendim gjykate, edhe mund ta votojmë pa problem. Në kundërtën, në qoftë është parashkruar e ndërtuar, atëherë përgjegjësia penale është diçka tjetër. Nëse kemi punë atë, por në aspektin administrativ duhet kemi një komision që na sjellë një raport, qoftë nivel të komisionit doktoratit, ose një komision që e themelon rektorin, na konstaton se ne aprovojmë nëse ka prova që është ka ndodhur falsifikim dhe është boni mashtrim. Po sot konsideroj që është problemi se votojmë për sidomos nivel politik, se pastaj kalojmë në diçka konstatime ose nivel dyshimi. Unë sot arrita të vizoj në raport të komunikimet e politikë, me drejtë kështë konstatu të farë është dyshuar të shuar, që është korrekt në raport me kompetencën e tyre. Në nivel dyshimit një mund boni mendim, që mund gabojmë në shtatë, nuk mund vihet në diskutim autoritetit të senatit, që të gabojmë pastaj bëjë ankesë tjera. Aq ma tepër që more revokimi i titullit doktorat është një çështje shumë serioze. Prapë po përsërit të një. Nuk po të shumë në përbajt, në qoftë që ka falsifikim, ka mashtrim ose nuk gëllë diçka. Raport me kritik. Vetëm na duhet një komision ose një autoritet që konstaton këtë e pastaj ne aprovojmë. Aprovojmë dhe jemi në rregull. Këndë kisha propozuar vendimin e gjykatës. Vendim tillë shkryhet për një Shkesa policisë do të thotë kam kërku, kam dërgu letër dekanit, kam kërku me formu një komision cilin e ka formu dekanit. Në përbërje e Dritan Balaj, Drita Kanteli dhe Muhamet Alir. Komisioni ka konstatu që nuk është fort në ndjeni se çka me vepruar në këtë rast dhe ka kërku nga zyra ligjore që ta procedoj rastin më tutje ndërmerren veprimet adekuate ligjore. Në të thonë nuk është vetëm konstatimi i policisë, por e kemë edhe vendimin e prokurorit të fejes, prokurorit, e cila konstaton se është kryer vepra penale legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë, falsifikimi i dokumenteve, mirë po për shkak se kanë kaluar 15 vite nga kryerja e këtij akti, do thotë rasti është parashkruar për me marrë veprime ndëshkimore, do të thonë me dënuar me burg. Po veprimet administrative duhet respektohen. Na e mendojmë se me qenë se nuk është pati joni, nuk është mos studenti joni, nuk kemë bazë me a referu Këshillit të Etikës, nuk e di çka ka me referu Këshillit të Etikës, pa mos tjera përveç mi propozu senatit prapë. Që të mendoni me a referu rastin Këshillit, atëherë po kemë presion vazhdimisht se çes po ndërmerr veprime më tutje në Universitetin e Prishtinës në lidhje me këtë rast, kur janë dokumentet e faktuara. Liridoni, pastaj rektori dekani filozofik. Tonë të 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 marët të mëtojnë mirë, por të rekrutë fakultet në një dispositivë i pastor. Por që doktori shkencës zgjohet do të thotë që të shkojë pas të nonë. Në ankesë. Alo s'ka ordinat fos. Rektor? Nëse mlejot senatori nga Fakulteti Juridik ka që ti përcillet rasti Këshillit të doktoratës.
Këshilli i doktoratës kanë prik përveç konstatimit të kësaj gjendje, edhe prapë sjelljes në stacionat pak ka bëj këto. Që po jau 2-3 momente po jau vej në shpikon. Para tek raporti vlerësues, të pjesa autobiografia, thotë kandidati magjistër Bybulica unë me 6, mund ta shihni 6 apo 5 Shkop Republika Maqedonisë, është i diplomuar në Fakultetin Ekonomik Nish, ndërsa ka magjistruar në Universitetin e Kragujevcit. Do thotë me këtë kjo bëhet fakt mbi cilin pastaj kanë vendos organe tjera për doktoranturë. Në ana tjetër është konstatimi që vjen nga prokuroria se nuk ekziston kjo diplom në Kragujev. Kurse këtu në dosje të saj ka një certifikat diplomimi, të masterit, po është shikoni tjetër punë nga një universitet tjetër në Beograd. Me thotë, kjo është ajo që mund të konstatoj komisioni për studime të doktoratës, vendimi është i senatit në secilin rast. Të ndryshon gjendjen kushon. Po, që të dojnë me pa gjendjen praktike. Dëshmi, kështu janë. Dekani i Fakultetit Filozofik? Është shumë interesant që ka mund të kërkon të doktorat në Fakultetin Ekonomik mbi bazën atyre diploma që i shoh. Kjo është një veprim jo absolutisht i mirë, për atë njësi akademike, por është njësi akademike e cila vazhdohet me diploma të fituara në Serbi në kohën e luftës. Se po e thënë kjo? Dini që Serbia ka shkatruar sistemin arsimor në Kosovë dhe ka vepru një të vëndshme ndaj gjitha institucionet të Kosovës. Dhe nuk i njeh edhe sot e kësaj dite diplomat e Universitetit Prishtinë. Jemi shtet i pavarur dhe duhet të aplikojmë masat e reciprocitetit të diploma. Në drejt këtu është një shkrim shumë i madh në Ministrisë të Arsimit, sepse çdo diplomë fituar në jashtë vendit duhet të nënshtrohet njohjes ose barazvlerës. Fakultetet janë të obliguara që të respektojnë njohjen barazvlerën dhe diplomat fituara në jashtë vendit. Tash vetë gjatë diploma janë fiktive dhe mund të del që ka shumë diploma tilla fiktive në Universitetin e Prishtinës, fituara dhe në Serbi në periudhën e Miloševićit, në kohën e Miloševićit, dhe unë personalisht jam dakord që të vazhdoj ky proces dhe të pastrohet universiteti nga mashtrues të tillë. Por procedura duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të mos ketë gabime procedurale dhe të ketë mundësi pola gjitha këto parregullsi pra ta fitoj rastin. Atë që tha kolegu, unë mendoj që është e bazuar sepse duke qenë jurist ta e di më mirë këtë çështje, por mendoj që vendimi përfundimtar i gjykatës është ai i cili diskutohet në senat. Nëse deri të kemë vendim përfundimtar, atëherë universiteti ka këshillin e etikës, i cili është themeluar dhe duhet të trajtojë rastin dhe të propozojë senatit revokimin dhe une jam dakord që pas kësaj procedure ne mund ta përmbyllim. Unë edhe sot jam dakord, por mendoj që mund të bëhen gabime procedurale që dikush na fitoj konkursin. Atë ndëgjojmë një sot dekani i Fakultetit Juridik. Përshëndetje për gjithë të direktor, mendoj se rasti është më i lidhur se shumë raste të tjera, ndoshta që në tendencën komerciale atje ka pasur edhe djegje taktive edhe mund të jetë probleme shumë të komunikacionit. Po proceduralisht konsideroj se mund të zhvillohet diplomative. E pala vazhdon procedurën gjyqësore pas harës vendimit se prokurori nuk mund ta ndalë rastin, aty duhet ta dërgon në gjykatë. Gjykata konstaton pajësinë, normalisht që dënimi është parashkruar, por e konstaton pajësinë mbi bazën e vendimit të pajësisë, merret tërësisht pastaj vendimi të marrëdhënies. Ne sot mundem ta prezulojmë në mënyrë që mos prodhojmë pasoja me titullin që ka në vendin e punës, pra mos vazhdojmë më tutje, ndërsa për ka pala i të vazhdojë edhe procedurën për ta konstatuar në gjykatë. Në sot mundem me procedurën me prezullim. Doktor Roço. Po, prezullim. Vendimin. Ne ligjin jemi në rregull. Unë kam frikë që
Unë kam rritë në gjykat kjo zot shkoj kur me që prokuroria sa unë kam kuptu e kam mbyll rastin për shkak të pjetrimit sa është e ligjit. Por para pastaj ka një drejt në marrëdhënie të kuj punon për të përzulluar. Ky punë ndër pasi ta pëzullojmë. Përzulluar pastaj ai do të tani vetë. Na ne pëzullojmë. Nën ai shkëndes na pëzullojmë. Çfarë vendimi të shojmë natën? Ja, a ka drejt e mos. Përzullim mund të bëhet marrëdhënies pune. Po, jo aktive. Apo grave, sepse statuti thotë shumë mirë revokim. Mund t'ja referojmë në çfarë të pajtoni këshillit etik, po përzullim nuk ka për të thënë. Mund ta merr këtë veprim peja, Universiteti Peja, ku punon kandidati, që revokoj firin ose t'ja përzulloj pas suspendoj nga puna deri sa të caktuar situata, po ne në fakt nuk kemi të drejtë se një kategori statutare përzullohet grada shkencore dikujt. Edhe njerë senatori nga Kujdeti Është të kapë të të tjerë të thanë që është serioze e mishë. Për çdo rast duhet rujt autoritetin të kërkesën e fare, kur do për te paraqetim. Por duhet të rujt në autoritetin e senatit për drejtorin. Që në të morin në dimi që pastaj pa paraqitu për mbajtje, në shpërshona, vetëm aspektin procedural, që atë përdu që të bëhet në komision, dhe të ndjerë në rrasë, çka konstatanaj, vetëm i konstaton këtu, që raport në e revokojnë radhën dhe në vetë. Unë gjithë djerë në radhë, për shumë, për të bashkë. Atë që të shonë këshillet e tek, jo komision që të ka qenë për a mora këshillet e kë nuk është staf i ofis, nuk është student i ofis. Mbrana nuk e. Okej. Mira, atëherë po nduket që kemi vetëm një propozim që është me vend i arsyeshëm që ka pikë e rëndë ditës të shtyhet për mbledhjen. Dërgojmë këshillet etike. Të dërgohet në këshillet etike, senatërisht shtohet në mbledhje ardhshme. Kush është që ka pikë të shkojë në këshillet etike? A ka kundër abstenim? Një zëri. Po kalojmë të pika e tretë e rëndë ditës, marrja e vendimit për caktimin e kritereve dhe numrit të studentëve për pranim në studimet e nivelit bachelor për vitin akademik 2017-2018. Gjithë e dimë se jemi në prag të shpalljes së konkursit për studentëri, natyrisht procedurat kërkojnë që njësitë akademike të propozojnë numrat, natyrisht në bashkëmëri prej vendimit të akreditimit për programet përkatëse studimore. Njësitë akademike kanë qenë të obliguara të propozojnë deri me 25 muaj kaluar, atë punë kanë bërë, domethënë kemi propozimet e tyre. Prandaj unë propozoj që të shkojmë me radhë për çdo njërin njësi akademike dhe pastaj ai numri që del nga ky senat dërgohet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në që vendimin përfundimtar lidhur me këtë çështje e merr ministri. Ne përshkojmë me Po fillojmë me njësitë akademike, fakulteti filozofik, 640 kandidat. Që do të thotë përputet edhe me po mendoj synimet strategjinë tonë për regjistrimin e numrit studentëve. Të numri përputhet 640. Dashni diçka të kanë? Kemi faktikisht kemi bënë një zbritje të numrit para parë. Jemi shqetësuar dhe do ta sqarojmë ju si menaxhment çështjen e kuotave, të cilat Ministria e Arsimit ka vazhduar vitet e kaluara me na imponuar prej 12% të partisë. Kemi pasur raste që është imponuar dhe
kanë kaluar pragën minimal. Prandaj duhet të sqarohet çështja e kvotave dhe të mos mbetet ashtu e hapur. Ne jemi dakord që të ekzistojnë kvota tilla, por jo ato që jenë natë madhe dhe 12% dhe se më të vërtetë të nuk ka kuptim. Kështu që ne kemi propozuar ato shifra, i kemi trajtuar ato departamentet dhe këshillin e fakultetit, nuk ka rritje të numrit, po ka një ramë të lehtë dhe mendoj që është e arsyeshme. Në veç një informat shtes, ka që e shkreu dekani qëndran, kam pas shtirë me i bind Komisionin për arsim, s'këshin me kuptu se kanë qenë 900, që për marrëvish një shembull, janë pranu 230, kur 250 ose 280 kanë qenë gjithsej. Domethënë, kjo përqindje është stërmadhuar, kështu që, po kjo nuk ka çështje jona për këtë çështje, për këtë numër vendos ministria, po ajo është e vërtetë se derisa kuptuan se na s'kemi pas ku t'i marrim studentët tjerë, se s'ka pas të interesuarës, nuk ka, se 12% që është numër jo real, që nuk e pasqyron gjendjen reale të përqindjes komuniteteve fakit në Republikën e Kosovës. Kështu që po megjithatë dekan që nuk varet prej nesh. Lutem, rektor, studimet janë studime, nuk ka privilegjime për asë. I kujtohet kur diskutu edhe për shmim të shmor dhe rëzit ato dhe është kam që që është privilegjuar ato. Po janë totalisht i kondër në atë të privilegjuar që partisa për dhe që tjetë. Këto janë studime dhe duhet garoj se cilin një bazën e verës dhe të arritura dhe të radhitet. Se kjo është e padrejt ndaj shumicës studentët që janë shqiptarë dhe unë mendoj që nuk do të ketë privilegje sepse kjo është shkollim. Është shkollim i lartë. Jam dakord që shkollimi fillohet dhe i mesë nuk stimulohet se Dekan, flasim për kriteret në fund, ne flasim veç për numrin. Unë për kriteret regjistrimit do ta kemi edhe çështje, ne vetëm për numrin. Mirë, atëherë dëshironi të votojmë për çdo njërin, për numrin për çdo njësi akademike apo në fund? Në fund. Okej, mirë. Po kalojmë te njësia e dytë. Fakulteti Shkencave Matematike Natyrore, fakulteti ka kërku 565 kandidat, ndërsa në menaxhment kemi shqyrtu mundësit se kemi aty një departament, është departamenti i matematikës financiare, cili nuk ka kuadër, është program studimor i akredituar, mirë po të departamenti i matematikë që ka disa programe studimore, ka vetëm një asistent, ashtë pa mundën për ne që t'i mbulojmë ato në momentin kur të krijohen kushtet, natyrisht pranojmë student. Që do të thotë se kanë dëshironi diçka me shtu. Sa i përket departamentit matematikës, problemi kryesor është ndërlidhni i orëve të ushtrimeve. Në tasën e avancuar në mbledhjen e parafundit, 3% që kanë kaluar në profesor. Ata totalisht gjë që kanë marrë gjithë numër. Në drejt nuk ka matematikan me master. Me bachelor punë me ngullu mësimi, se s'nuk lejohet, që s'punë është me norma tona. Unë këta kanë grave në këshell, me mujtë me ndërprej, po këshille e kanë votu me dërguar 3 programe. Matematika, projektore jenë për ati departament, jenë bëllon edhe kimin, edhe fizikën, kemi matematikë, pra na asistenta jemi në pa mundësime, edhe bujqësin. Asistenta s'pan 3, edhe në dashna me nga këta. Këta që janë për qëndrimi jemë në këshell, po këshille ka vendosë me shule me 3 programe. Mirë edhe kam qenë në shumë një program, ata me mësoj skenca kompjuterike se jetë. Faleminderit dekan. Po kalojmë të mbetet 540. Fakulteti i Filologjisë, këtu kemi të njëjtin numër që keni propozuar, njëjtin numër është i arsyeshëm. Po le. Te filologji ku faktikisht nuk kemi mund me rrit
numri në qatë sa kanë qenë sa kreditu me programet. Në numri që është kërku gjatë procesit të akreditimit, nuk kemi budru me tu edhe nuk kemi të interesu. Vetëm desha ta teksoj një gjatë që shefat e departamenteve në mbledhjet të Këshillit kanë kërku që në këtë numër që ne e kemi propozu të përfshihen edhe kvotat, mundësisht, nëse ka një kuptim Ministria e Arsimit. Kur ta dërgojmë letër, pastaj na i bëjmë. Përfshihen sepse shamu kemi pasur një probleme me programet master, nuk kemi siguri bazë, që bashkëllor kemi, por të përfshihen edhe kvotat në brenda këtij numri. Fakulteti juridik ka kërku 900 student, propozimi 800 dhe ka na duhet pak. Fakulteti juridik edhe ekonomik, këto programe janë në për të gjithë, pothuajse në gjitha universitetet publike, nuk kemi hapësirë, nuk kemi as skuadra, jemi shumë të interesuar që në të dy fakultete, në gjitha programet, atë në programe ju mundeni me zvoglu, po në total na kemi propozu që për 100 studentë të zvoglohet numri. Urna dekan. Po, faleminderit. Ne kemi diskutuar me një punë në një punë kemi zvoglu. Që me doni për me teknikuar stokën e marrë në banjë. Ne kemi banjë spritë për 40%. 2 vitet para aproape 1400 regjistru fakulteti juridik, deri 1700 sipas anketave. Kanë mujtë më shkumë, kështu që ne kemi një zbritje për 40%, kemi rënë 600 numri i rregull dhe 300 me korrespondencë. Manë është 600 numri, edhe mund të thëmë që në 15 vitet e fundit kjo është zbritja më e madhe që është bërë lidhur me numrin. Kjo është brenda programeve të akreditor, kjo është përgjigje që kam. Por nuk kisha dashur që me di që nuk kemi, kisha dashur që ne të ndalim që i pakojmë numrin e studentëve në publik dhe ky numër sa studentë shkojnë në universitete të tjera. Në private kryesisht. Ka programe në universitete publike. Me vonë mund pajtohemi, numri sa më i vogël është sigurisht cilësi, por ne do ta kemi një segment tjetër që kvotat përcaktohen nga Ministria për të gjithë, jo dikuj i zvogëlohet numri dhe të tjerë të rritë, në mënyrë matematikore. Dhe kanë kemi tjetër programe në universitete publike. Kalojmë te fakulteti ekonomik. Fakulteti ekonomik ka propozu numrin total 1950, ndërsa këtu kemi shku pak dhe kanë një zbritje, ju dhe keni rrit 1650, dhe për 300 jetë maj vogël numri i student fakultet ekonomik. 300 rregull. Ata në për që shpërndanin në programe barësisht prej vendimit të akreditimit të programit studimor, atër ju i ndani ato urna dhe kanë. Kena diskutuar në kështet fakultetit, ndryshimi vetëm kisha propozu me qenë jo numër me uzvoglu, por mund me ndryshu numrin e studentëve të rregullt në raport me numrin e studentëve me korrespondencë. Prandaj, nëse vendoset për me uzvoglu numri, propozoj me uzvoglu numri studentëve të rregullt, dhe ai numër që zvoglohet të kalu student me korrespondencë. Na këtë kategori e kemi, raporti i vetë vlerësimit ka kërku që na me qenë shumë aktiv në këtë drejtim, për arsye se na i regjistrojmë student me korrespondencë dhe ata nuk i ofrojmë asgjë. Dhe duhet me qenë që na studentëve me korrespondencë i ofrojmë ligjërata blloku në çdo punë që janë, pranë të pas ditësh punë dhe dime. Një plan time kam realizuar vitin e kaluar, prandaj unë kisha propozuar të zgjidhim numrin. Shqeni, zvoglënia çështje e fakultetit, po dekan, jemi të betisur të vërtet jemi të mujtë me mbuluar. Nuk jemi të mujtë. Sa kontratat na është dash, sa kontratat që nuk kanë më pagu, që na rrezikohet vitin ardhshëm ose muajt as procesin timor, kështu që mbi bazën e potencialit që kemi të personelit akademik, neve dhe duhet të kemi edhe numrin e studentëve. Se nuk mundemi, nuk ka tregas, nuk kemi me, po mendoj, buxhet as mundësi me marrë tjerë, edhe pse nuk ka urna. Buxhet do 5.000 gjatë. Edhe një ovdet, edhe një ovdet. Unë mendoj se profesionet edhe studentët më pas shumë kanë pas një periudhë kur kanë regjistruar 4.500 studentë marrë vitin. Në këtë numër tash që këtë propozuar 1950, unë vetëm kisha bërë ndryshimin e nëse nevoja student i rregullt që lehtohet pikërisht në favor këto që ju e prezantuat. Mundi mi po, të ndryshim se shumë. Por unë nuk kisha zvoglu numrin e 1950. Por kisha propozu numri studentëve të rregullt le zvoglohet pak dhe ky numër që zvoglohet me kalu
në numër studentëve me korrespondencë. Besoj që ju Po, ku mësë me pas bon rritjet e kanë krasë në vitin e kalu, me e në të shku të i zvoglu, ju jo që keni zuru, po e keni rrit numërin. O pak. na kena rrit numrin për shembull me korrespondencë për atë. Dhe kërkesa për regjistrim në degën e ekonomisë është shumë. Na gjithsesi do të mendu si universitet sikur ndërmori në gjenerim fondeve. Dhe gjenerimi fondeve do të shku përmes studentëve me korrespondencë. Edhe programeve tjera, programeve të cilët gjenerojnë fonde, programe profesionale. Ne të dyja jemi duke mendu. Prandaj unë kisha mendu student me korrespondencë e shtojmë numrin pra të mbetën në 1.150.000 dhe e bën ndryshimin vetëm student rregull me korrespondencë. Dekan Frigona ki pas problem dhe ki problem për me mbullu procesin mësimor. Prandaj finale me të bisedojmë për gjona konkrete që jemi të ballafaqu, që disa herë është dashur ndru kontratat një rritës kemi arritë, nuk arri me ju ofruat minimumin e mundshëm. Fakultet ekonomik dhe juridik duhet me hy kështu anash të smundesh me kalu, aq kanë pak hapësirë. Prandaj unë kisha kërku mirë kuptim për ju, se ju do të nuk është problemi të ne, na do të kërkojmë cilësi, pa vështirë me kërku cilësi në qoftë se një grup ose kemi një raport, një profesor me 300 student. Është shumë vështirë. Prandaj këto programe të fakultetit ekonomik, edhe vjetë nuk janë paraqit, kanë metë në fatin e parë vendet pa plotësuara. Ka fakulteti, gjithësisht Universiteti Pejs, ka Universiteti Prizrenit, ka Universiteti Gjilanit, domethënë ato programe ekzistojnë. Kështu që kërkoj mirë kuptim e di që të gjithë ne po dëshirojmë me pas orë ma shumë, me pas grupe ma shumë, po besoni se në atë mënyrë veç ka e dantojmë cilësi. Nuk mundemi me bë progres, nuk mundemi planin strategjik që kemi kalu me realizu me gjithë këtë numër, me gjithë to grupe. Urma, Këtyre argumentet të fundit që mund të realizohet orë të tjera mund jetë të qëndrueshme. Vetëm desha me të elementin se në një shtetë të tani të kanë që bodi ullje realisht në juridikën e ekonomikë. Dhe mendoj që mund të jetë asnjëherë argument për fakultetin juridik edhe ekonomik, po sepse ne kemi hapur universitete, përkatësisht fakulteti juridik ekonomik, se në beje Prizren të gjitha, ministria e di që propozon të punë, por ndoshta vetë ministria duhet të mendojë që top dhe tjera kjo, të bëj një fusha që nuk jam që, dhe jo çdo qendër të tjetë juridik ekonomik. Në kjo të mund tjetë si kriteri cili indikon që ne me ullë numrin, për shkak se ka juridik në PEK. Dhe minimalisht të numri që është propozu. Nëse s'ka argumente të tjera që nësë mund të realizojmë orë, s'kemi sakt, atër është mund të ullit edhe të numër. Po jo për shkak se ne kemi bërë para disa viteve pa ne plan, pa ne ashtu fakultetin gjithandaj Kosovës, që mendoj që nuk janë vetëm universitetet, por kryesisht juridik ekonomik, nuk kanë fusha kompjuterisë për shembull, të tjera cilat kishim pas nevojë që mund të rritë kapacitetet e tjera. Prandaj ky argument mendoj përkundër insistimit që mund të bëhet në propozimin e ministrisë apo shkodrimi, nuk e di. Nuk mund të jetë argument për neve që me ullë numrin se ke diku tjetër. Duhet me ndohet atje të plotojmë, jo ne si përshtatemi. që një politika tona si universitet maj madh, si universitet i rëndësishëm duhet të jetë ka rritja e numrit të programet në master dhe doktoranturës në mënyrë që t'i ofrojmë universitetet tjera kuadra. Qose na ngarkohemi në studime bachelor, cilat mund kryen edhe në to universitetet publike, keni mos të të bindën sa të bind taj problemi se s'keme pas kuadra, s'keme pas trega, është normale që s'keme pas, se profesori ngarkohet në bachelor me të gjithë janë stër ngarkuar. Unë mendoj që nuk kemi mundësi me ngritë cilësinë. Problemi tjetër, në qoftë si merrni prej vitit kaluar, nuk ka zvoglim të numrit në juridika është të njëjtë, në ekonomi ka rritje. Po,
po pajtona, po duke për dy gjëra të qartë, në pari për këtë të dy fakultetet ekonomik juridik, pastaj diçka për shkencë. Po pajtona që ekzistenca e universiteteve të tjera s'mund të jetë arsye që na ta ndryshojmë numrin e studentëve. Po, nga ana tjetër, mendojni këto dy probleme. Universitetin në fakultetin ekonomik dikun bëhen mjaft 7.000 studentë. Sa metra katror janë fakultetin ekonomik, nëse i pjestoni metra katror për student, s'marr mendja që deri kur më pak. Nëse pjestoni numrin e studentëve me numër të arsimtarëve, prapë s'ma merr mendja që deri kur më shumë. Për shembull, vetëm këtu në Fqinësi kishim një vizitë, ishte përgjys numri më i vogël i studentë për profesor se sa të nënë mestatare. Pra këto e objektive, jo që po na bën dikush, po vërtet duhet ta zgjidhojmë në minister. Mendoni sa student kemi, 50.000 studentë. Sa janë aktiv për këtë. Aktivin ata që i marrin notat gjatë semestrit, në fund në qershor tash parojnë. Nuk është e mundur një profesor në mënyrë aktive të vlerësoj 300 studentë. S'ka mundësi të tillë. S'ka mundësi kërkush, s'ka mundësi asna. Edhe po që se gjithë ditën jemi aty. Po mendoj që zvoglimi i numrit studentëve pasive, kjo zvoglohet vetë duke zvoglu numrin e studentëve gjithë bashkë duke rritur cilësinë e atyre që regjistrohen. Më shumë arsimtar për student, pra më pak student për arsimtar, më shumë metra katror për student janë objektive, janë diçka që janë cilësi i pastër, pa diskutueshme. Në dhe kanë pendyllim diskutimi i fundit. Ande, për nëse shikojmë kushtet që ofrohen aty, na do të mbyll dy fakultete. Edhe juridikun edhe ekonomikun. Dhe ka një vetë që prej momentit që kam filluar në punu në fakultet të thotë si dekan, krejt kohën jam marrë për ndërtim të objekte të ri. Asë një kriter nuk e plotësojmë fakulteti ekonomik dhe juridik me tani qilën në jetën në jetë. Por, jena duke punu me kushtet cilat i kemi dhe vetëm në ekonomik në 12 savat që i kemi parapërsisht 100 ligjerata në vit që ofrojnë në kodgjate 1 orë dhe 3 orë. Do thotë 100 ligjerata në vit që ofrojnë atë. Ona tjetër, kem bo kërkesën për objekt të ri, e kem gjithë vendin. E dim fushata elektorale dhe aty në konfliktet e tjera, jetët janë ndarë. Na presim në ndërtu objektin e ri, dhe si rezultat, kushtet e tilla përmirësohen edhe për le dhe për juridikun. Prandaj kështu është prezentuar. Në anën tjetër, unë prapë kisha propozuar nëse është në vend ndryshim 20% e propozimet që është nga ne, që janë studentë të rregull, të zvoglohet numri 20% dhe 20% të bartën ai numër në studentë me korrespondencë. Kështu që edhe letohen sallat, edhe letohet numri edhe studentëve të rregull që vinë, që kanë obligimin për ta në muajt e ligjëratat gjatë javës, një zgjidhje e tillë besoj që është e arsyeshme. Mirë, atë po vazhdojmë, ndoshta diskutojmë më të tjerë, po nuk mbetet ky zvoglim njerë për shtojnë kushtet tona, nuk mundem edhe në kërkesat e mia që me bën një zgjidhje për kontingjentin e studentëve që na kanë mbet pasiv, pikërisht për fakultetet mëdha ka qenë përgjigjja që nuk mundemi me qëndru, prandaj duhet pak me zvoglu. Kemi shumë arsyna, na s'kem çare si menaxhment pa ofruar cilësive. Se na duhet me realizu planin strategjik që kemi. Kalojmë te fakulteti tjetër. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, 380 kanë propozuar, 380 është në rregull. Dëshon diçka më shtuar? Okej. Fakulteti i Inxhinierisë. Kodën senatori. Urna. Në sa është dhe Departamenti i Arkitekturës mungon edhe një master që është në December kemi. Përgjeshme nuk kemi aspekte në përgjeshme në tjenë arkitektura specifike, vetëm një mesazh nëse mund një shumë ministri që nëse njëna kufizon dhe që kufizon edhe ato private. Në qenë të arkitekturë në publike nuk kemi jemi të vetë në Kemi rrit me ke pranu, kemi rrit. Kemi rrit, po fakti kemi rrit, po nëse dikun në privat vetëm me që një mesazh që nuk është në rregull, do thotë që ne ta kufizojnë dhe sa dikun të japin pa kufizë sa zoni mund një vllazën se këto gjëra ke. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 460 në rregull. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 540, urna dekan.
Na kur janë propozuar numrat më kanë qenë konton dëshira, janë numër që është i akredituar, bëhet gjatë akreditimit e dini se vlerësohet edhe a kemi staf akademik, a kemi hapësira, a kemi laboratorë dhe gjitha. Kemi probleme me të dy programe që janë me kurse, janë tash në vërtet akreditimi, mund të ndodhë akreditohen, mund të ndodhë nuk akreditohen, kurse nisën në të vetë aty të mund të jetë edhe minusë. Kurse diçka tjetër nuk kom shka shtoj, pra janë numre që kemë kapacitete edhe sigurisht edhe Kosova ka nevojë se gjatë takimit numrave aty është duhet të japim aktueshmëri edhe për nevojat e tjera për inxhinierët të klinikë. Faleminderit dekan. Fakulteti i Mjekësisë 420 nuk 370 ke vizit kaluar. 370, po bëhet që 370. Këtu kemi një rritje, domethënë pritet në programi Mami për akreditim, dekan e ke fjalën. Domethënë 420 kemi propozuar. Jemi në proces të riakreditimi, shpresojmë që akreditohemi, atëherë edhe Faleminderit. Fakulteti i Arteve 169 dekan. Në rregull? Po, është fakulteti i numri 1 kreditim e kaluar, një zgjidhje më vogël është fakt, edhe kemi një program për regjistrin e cilën nga akreditim. Ne kemi parafokun në qoftë se kalohet akreditimi, jemi prapë ma pas kreditim e kaluar. Po, më pasin shukes. Cine gjartë në që në korrigjim. Ka propozuar në Okej, do në nëse kemi ngusmi, shpandet. Pandet, kalojmë të Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, 550 për 20 të kemi propozuar me zvoglu 530. Dekan? Dekan senator. Ordinal senator. Po, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, në thonë gjithashtu Këshilli i Fakultetit ka diskutuar që jemi realist, në thonë të kemi një zvoglim. Ndoshta kërkesë, në thonë që është diskutuar aty ka qenë që në përtaktimin e këtyre kritereve të parë në klase, është mirë të shikohet edhe tregu i punës, të marrë parasysh edhe analizat që mund të bëhen nga institucione tjera, për arsye të në thonë të asë disa programe mund të kërë përfaqësi në tregun e punës, për ta në klase, edhe që Universiteti i Prishtinës si referohet të këtyre analizave, të cilat mund të jenë realiste në aktimin e numrit në thonë të studentëve, gjithashtu duke marrë parasysh edhe infrastrukturën që lidhet sidomos me pjesën e ushtrimit, në thonë edhe të praktikave ku ne duhet jemi më të mirë në afrimin e kualitetit të këtyre praktikave. Faleminderit shumë. Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit, dekan? Po, këto 150, po. numri i programit master, Vetëm bachelor. Okej. Fakulteti i Edukimit 280, dekan? Realisht në shkrimit që herët kemi tentuar të shohim çështjen e numrit të studentëve dhe se nga fakultetet të tjera kemi një bazë shumë të madhe në planimin e studentëve. Kemi tentuar ta bëjmë një analizë me tregun dhe në raport me cilësi, diku praktikisht kemi zhvilluar numrin mbi 50%. Është një nga problemet më të mëdha në fakultetin e edukimit në programe. Mendoj që për mes si koncepti të arrim ta provën me cilësi, edhe duke pas parasysh se fakulteti i edukimit tani është shtrirë edhe në universitete tjera. Dhe një element tjetër është ne po profilizojmë si në master më shumë dhe në PhD, prandaj numrin e bachelorit e kemi zgjulluar, po ashtu dhe numrin e masterit e kemi zgjulluar. Do të paraprësisht kemi një problem rreth 50% të studentëve të cilët mendojnë si pranojnë në servite akademike. Faleminderit shumë. Atëherë na mbetet që ta miratojmë këtë numër, i ndëgjojmë shifrat, kush është që miratohet numri prej 7.144 studentë të ri në Universitetin e Prishtinës.
nivelin bachelor. Kundër aftërim, 20, falënderit shumë. Kalojmë të pika e radhës, marrja vendimit për zgjedhjen e personelit akademik nga konkursi 3/671 të datës 24/11/2016. Projektori për çështje akademike ka fjalën. Faleminderit, rektor. Para se me shku me prezentu rastet sipas fakultete qeveritje, kisha dashur dy komente rreth mënyrës të vlerësimit të këtyre aplikacioneve. Një, me tregu që në Komisionin e Studimeve janë verifiku punimet, si zakonisht, sa ato janë përputhje me rekomandimin e Senatit edhe me statutin e UP-s. Ka raste kur nuk janë konstatu punime, po duhem po të mësoj njerë, nuk duhem me qumë mesazh që menaxhmenti po thotë se janë kandidatit ka punime. Se njëri prej tyre kanë punime në natyrë ose në natyrë tjetër, ne vetëm kemi konstatu mes rekomandimeve dhe me statut a përputhen ose jo, praktikisht janë kvalifikuar ose jo. Kjo është një, edhe dyta është që pika tjera që i kemi shënuar se të arritura tjera janë kryesisht shënime që janë bardh nga raportet e komisionit vlerësuese, përpos në rastet kur kemi pas dëshmi, informata që ka një shpërputhje, atëherë jemi shku në dosje dhe kemi konstatuar gjendje në bazë dosjes, i kemi bardh ato shënime në pasqyra që tash i kemi para vetes. Një dy raste ja ku ndërgu me vonesë që ka pas ndryshime, janë edhe një ose dy raste tjera që në ndërkohë janë konstatuar ndryshime, do t'ja prezantoj ato ndryshime, ti keni parasysh, edhe pjesën tjetër muj me vazhdu si pas fakultetit dhe rektor qysh e kemi renditjen, fakulteti filozofiko shqiptare në renditje. Këtu kemi kandidatin Arben Hajrullah, si i të parin në pasqyrë, te ky kandidat janë konstatu që i ka gjithsej 2 punime si autori parë në revista, kërkojnë 5, e din. Në anën tjetër këtu duhet të përmend që prekshil fakultetit kemi propozimin me uri shpatje opozit, për arsye që konstatimit se dokumentacioni nuk ka qenë i kompletuar, edhim ky rast ka qenë edhe publik, janë bon shumë analiza rreth këtij rasti, janë kërku informata shtesë, është vërtet që kandidati si ka pas këtë dokumentacionin në momentin kur ka apliku, është vërtet që në konkurs janë kërku gjitha baccalaureate, masteri, doktoratura. Në nostrifikimin e diplomës master kandidati e ka sjellë mas mbylljes së konkursit, por ne si menaxhment duke pas parasysh që ajo është një kandidat që një kohë gjatë punon në Universitetin e Prishtinës, duke pas parasysh që atë kualifikimin bazet për thirrjen që ka apliku e ka pas tashmë të nostrifikuar doktoraturën, që ka apliku për të jetë profesorit rregull, kemi konsideruar që kandidatët kanë mujtë edhe me konsideru që për atyre nuk është domosdoshme ta kemi nostrifikimin e kualifikimit më hershëm. Prandaj ne nuk kemi vot arsyeshëm që për atë çështje aq të diskvalifikuar, po kemi shikuar punimet. Sikur të raste tjera dhe kemi konstatuar që për shkak punimeve duhet të kthehet në rroba. Kjo është gjendja që e kemi rreth kandidatëve. Faleminderit. Kemi kandidatie për këtë pozitë? Ka kandidatie për këtë pozitë. Këtu kemi një, Arben Qirezi, i cili gjithashtu ka nga fakulteti propozimi që të refuzohet për dosje të pa kompletuar gjithashtu, por kë Arbeni është për këtë pozitë i rregull, të më thoni pranshëm, edhe tash ne kemi referuar ofte të Arbenit. Ndër shumë hapi debatin lidhur me këtë rast, dëshoj dikur të marr fjalën dekani fakultetit filozofik. Po, faleminderit doktor. Faktikisht që rastet bëhen një kondicionë në gjatik dhe ka ndonë një diçka që ka ndonë asnjëherë në procedurat e selektimit të stafit që vetë një kandidat dhe bëjnë kursat batërej, edhe pas tak të t'i kriju favore vetës. Në rastin konkret që pasi e ka verifikuar Komisioni i Studimeve po shihet se ka kërku maksimalin për të garantu për minimalin, si që është edhe parasitur.
Nëse ju kujtohet dhe ju për të gjithë menaxhmentet e tjera ju kanë thënë se Universiteti i Prishtinës është duke bërë një gabim kur hap konkurset për stafin e brendshëm dhe i trajton në konkurs si stafin e brendshëm si ata të cilët kanë mundësi të rekrutohen për herë të parë. Kjo po vazhdo, kjo dukuri që nuk grada akademike, avancimi akademik fitohet me konkurs, veni punës fitohet me konkurs. Çdo punë bot, edhe institucione tjera, veni punës është vërtet që fitohet me konkurs, por ngritja akademike nuk fitohet me konkurs. Ngritja akademike fitohet kur kandidati i arrin ato kredenciale akademike që kërkohen në statutin e ligj. Prandaj kjo është një anomali që neve po na shkakton probleme, se nëse e trajtojmë konkursin si të tillë, konkursi nuk bën dallim. Prandaj te rasti konkret kur paraqiten 4 kandidatë, të cilët të gjithë me titull doktor shkenca, një nga ta fituar në Irlandë, bursist i Shtetet Bashkuara, 2 herë Fulbright, tjetri po ashtu bursist, tjetri profesor rregull në Universitetin e Ljubljanës. Si të veproj fakulteti në rastet, a ti trajtoj gjithë barabarta, si krijoj privilegje një kandidati i cili dilte dhe helte vreja në fakultet se nuk i krijohen favore. Ne nuk mund të krijojmë favore për askënd, po ju lut, edhe ju, ti trajtoni në mënyrë profesionale të drejtë, dhe të dini se çka kemi vendosur si konkurs. Nuk i takon fakultetit të anulojë dispozitat e konkursit. Dhe për këtë arsye, dokumentet e nevojshme që kërkohen te pika 2 e konkursit të duhet, nuk thot mundet, po duhet, që është obligative. Prandaj secili kandidat ka të obligative si brendshëm si jashtëm, që sjell dokumentet e gjitha studime paraprake, që nivelin bachelor, master dhe doktoratur. Nëse janë fituara jashtë vendi, ato duhet të njihen, nostrifikohen dhe duhet të vlerësohen. Te rasti konkret, kandidati ka pasur vetëm doktoraturën e njohur nga mashtë, ndërsa nuk ka pas magjistraturën që është një periudha 2 vjeçare e fituar, nuk i ka pas të njohur. Dhe kjo është futur në dokumentacion nga anëtarët e komisionit pas mbylljes konkursit. Une, si dekan, e kam paraqit këtë rast, njëri anëtar i këshilli i komisionit e ka paraqit këtë rast, dhe këshilli duke mos pas zgjidhje tjetër, ka vendosur për shkak të kompletimit të dokumentacionit që pozita propozohet senatit që të përsëritet. Nuk do të thotë ne asim ata që e largojmë ndonjërin nga dispozitat e konkursit, kur thotë që nostrifikimi pas mbylljes konkursit nuk pranohet. Ne nuk kemi kapacitet si fakultet ta vendosim këtë gjë. Unë personalisht nuk kam asë gjë kundër në rast që ju vendosni një gjë tillë ose senati vendos, por ai që shkruhet në konkurs ne e kemi respektuar dhe atë që është shkruar propagandë mediale nga disa portale qëllëmësia për t'i kriju favore një kandidatë dhe për ta imponu ose për të bërë presion për ta shkel procedurën, unë nuk e bëj një gjë tillë dhe fakulteti filozofik nuk e bën një gjë tillë. Është totalisht e pavërtetë që fakulteti nuk pranon gradat e fituara jashtë vendit. Austria për ne është një shtet i kredibil, universitetet e tyre janë shumë të respektuara dhe ne i pranojmë, por askush nuk mund të diplomat e fituara të tilla si paraqet në diçka që me vërtet nuk është ashtu. Masi ka njoft magjistraturën e tij pas mbylljes konkursit, magjistratura i shkruan që është 4 vjeçare, ndërsa të gjitha zonat në dokumentacion janë që ato provimi në kry në ana 2 vitesh. Masi nuk ka ekuivalentu këtë nivel studime me ESTS kredit. Sipas sistemit austriak janë 240 deri në 300. 4 vjeçari rezulton me 240 kredit. Masti nuk e ka dhënë këtë përgjigje. Vetëm ka figuru 4 vjeçari. Kjo është një rast interesant. Se masti nuk e ekuivalenton, AIK-u nuk e ekuivalenton diplomat e fituara në jashtë vendit. Ju lutem, sot ne për një asistent e kërkojmë
studime 5 vjeçare që rezulton në 300 PPC kredi. Ndërsa një mëson profesorëve që jenë me 240 kredi. Se ke fundit unë nuk e kam problem këtë personal asgjë, për shkak se si ai kishte edhe të tjerë. Po i lutëm universitetit duhet të shiqën këtë politika. Në rast të sot, gjeneratës së i kërkohet një asistenti i kërkohet veshëll dhe 3 vjetë, dhe master 5 vjetë, atëherë qysh studimet integruara 4 vjetë. Qysh janë të studimet integruara? Unë e pata, ne kemi dhënë sqarimin edhe për opinionin publik, kandidati ka dezinformuar opinionin, ju i keni dokumentacione çka ai ka aplikuar edhe në funcimin akademik në mënyrë elektronike dhe mund të konstatoni edhe vetë në rast se fakulteti ka paraqitur diçka të pasakt, por nuk mund ta pranoj as se si një fushat denigruese as për mua as për fakultetin nga një kandidat në garë që i ka pasur edhe 3 kundër kandidat shumë të fuqishëm tjerë në garë. Dhe ne nuk bëjmë dallime. Dhe nuk lejoj që dikush as në përmes fushata tilla, as në për favore tilla, t'i bëhet askuj. Po të trajtojnë njërë të barabartë. Tashti, ne e kemi një fakt të kryer. Dokumentacioni është sjell pas konkursit në certifikimin i diplomës master. Nëse ju thoni që kjo nuk paraqet problem, unë do ta paraqes në këshill dhe ju t'i thamë këshillit që menaxhmenti dhe senati nuk e paraqet këtë problem dhe vazhdojmë atje. Nëse paraqet problem, atëherë nuk e di se si të veprojmë. Nuk e kemi atë kompetencë. Kështu që përsëritja për së ne kemi propozuar kandidatin inicial nuk e dënë të sa janë në proces i brendshëm. Dhe njëjtën gjendje me dokumentet pas afatit e kanë edhe kandidatët tjerë që kanë aplikuar dhe ne kemi respektuar konkursin. Ju mund ta ktheni, por nëse ktheni, atëherë ju lutem na jepni përgjigje si të veprojmë ne për çështjen e ekuivalentimit, studimet fituara jashtë vendit, dhe si të veprojmë me notifikimin pas mbylljes konkursit. Konkursi e dini që është mbyllur në 9 të 12-it, ndërsa notifikimi është bërë në 20, nëse zgaboj 27 janar, dhe më thonë mas një i risaftit. Dhe dokumentet e futen në procedurë të konkursit pas mbylljes konkursit janë shkelje ligjore dhe ne nuk e kemi bërë. 2 antarë që kanë shkruar referatin e kanë të ënkës, po ne se kemi bërë. Përkundazi edhe ka dhe zona tjera të pasakta që 2 antarë që kanë shkruar referatin kanë qenë të pasakta, ka të bëjnë me mentorimin e doktoratës, sepse asë njeri në kërë nuk ka mentorim doktorate, ne asë njeri në doktoraturë. Kandidati 2 antarë komisionit kanë shkruar se Alben Rëllaj ka mentoruar Rëndje i Strefin, ndërsa këtë kandidate ka mentoruar Derim Reka dhe një bashkëmentor një profesor ndërkombëtar. Edita Tahilin e ka mentoruar profesori amerikan William Zerman dhe bashkëmentor Hayden Kusi dhe Alan Cooper. Mentor Agonin e ka mentoruar Agim Viseli dhe ka pas bashkëmentor. Ndërsa te në antar komisioni ka qenë kandidatë, por statuti nuk e thot antar komisioni, por heqje e mentorimit, domethënë heqja është mentorim. Kështu që pasaktësi ka pasur, por ne jemi ndalur vetëm të dokumentet bazike dhe tash komisioni ka shkurtuar edhe këtë çështje të tjera. Na jepni këtë sqarim, unë e procedoj, nëse doni pasi që kandidati mendon që dekani po i ban pa drejt, plus e ja urojmë në këshillit se rasti i tillë, ose kush do të vjen, por ne kemi paraqitur një aspekt real, pa dallime, nuk kemi dashur të bëjmë favore. Ai lobimi në këtë formë është për mua i habitshëm, si guxon një person në procedurë ndërhyrje gjatë tilla, po ndoshta do të jetë trajtimi juaj edhe këshillin e etikës. Faleminderit dekant. Faleminderit këtë rast e dim, gjithë jemi marrë shumë me të edhe na si rektorat si menaxhmenti kemi kryer detyrat tona, prandaj nëse ka dikush
Urna, Janë të komisionit që kanë shkru, që shkëpan vërtetat, që parashikën komision politike. Të bodi më dhe që në të komisionit në shkru, në edhe me këpa vërtetat për kandidatja. Dekani Fakultetit Inxhinierisë Mekanike. Unë jo direkt për to, po përmend në sens të njohjes diplomave, ka informim me qenë diamantar i Këshillit Kombëtar të Njohjes. Këshilli Kombëtar i njohur apo narik i njohur e bën vetëm njohjen e diploma ashtu siç kanë fitu me të njëjtën thirrje që kanë fitu me atë kredi sa kanë marrë atje. Vlerën bën vetëm për diplomat e Fakultetit Mjekësisë, ku në vendimi thuhet qartë që kjo diplomë është e barabartë me diplomën e fituar në Universitetin e Prishtinës Fakultetin e Mjekësisë. Kështu që pra duhet kemi kujdes në konkurset e ardhshme që mos e kërkojmë njohjen, se ndoshta kemi ndonjë kandidat tu uroj që të mos zgjidhen profesor, atje i njihet doktoratura, po i shkruan doktoraturë me gjallë kredi. Është universiteti ai që duhet vendos a don ta merr një profesor që ka kryer doktoraturë, Universiteti Evropian i Gjerman, gjallë kredi u shkruan. Edhe jemi për njohur ato diplomë. Nuk ja shtojmë kredi. Kështu që ato duhet ta kemi parasysh, ose të kërkojmë në konkurs barë vlerë. Kur bëhet barë vlera, atë formohet një komision për mjektësi vazhdimisht, shkohet me komision të anëtar, shkon në Fakultet Mjektësisë, merret vendimi profesional, a është ajo doktoraturë barabartë me doktoraturën që fitohet tani. Për raste të tjera, na vetëm mënyrë administrative. Drejtojmë shtetit ku ka fituar doktoraturë. A njeh kjo doktoraturë në shtetin e ju, edhe a është që kjo doktoraturë ameshore. Mos e ka pru fallse. Ka këto dy kushte në të të punë të Dikush tjetër, mirat herë, propozimi është që një sindancë, rasti një sindancë për lendet të cilat i keni, se ku keni ma shumë sindancë, të kthehet në këshill të fakultetit. Kush është të? Ka kundër abstenim? 2 abstenim. Pandeshëm? Okej. Mund vazhdoj të kandidati i radhës është Ibrahim Berisha. Ky ka vlerësime pozitive nga Këshilli i Fakultetit dhe nga Komisioni Vlerësues. Mirë po ne kemi konstatuar që ka vetëm një punim të përputhje me rekomandimin dhe kjo është gjendja e këtij kriteri punimeve. Dëshiron dikush fjalën? Urna dekan. Bazë raportit komisionit konsiderojnë që ky kandidat i plotson kriteret që janë profesori rregull. Nuk e dim çfarë sistemi e keni vlerësuar që vetëm një punim. Mund të prezentoj tabelën dhe kanë nëse ka dyshimin e kemi tabelën nëse do shkojmë se cilin punim edhe shkemi. Jo, dhe vetë kandidati mundi me ardhë dhe ja u prezentojmë. Ose këtu nëse. Mirë, dikush tjetër atë kush është ky rasti një sindancë për lendet të kthehet në këshill fakultetit. Kundër abstenim 20. Vjen kandidati tjetër është Zenon Halili, ka konkurruar për lëndës sistem politik i Kosovës e kështu me radhë. Ka vlerësime pozitive, po nuk janë evidentuar punimet që janë të përputhje me rekomandimin e Senatit, ku kërkohet temp. Dëshon dikush fjalën? Një, kush është ky rast i Zenon Halilit të kthehet në këshill fakultetit? Kundër abstenim 20. Kalojmë tash te fakulteti. Fakulteti i arkeologjisë, Cili? Ai është konstatuar që është kajrash në dilema për studentët nuk dim si të mirë qëndrimit ty, kemi përcaktu. As me refuzu, as me kalu. Prandaj s'ka orë jo fare. Filologjiku. Fakulteti filologjik te fakulteti filologjik kandidatin që dalët e të cilit janë dalë të përgjithshme, që shkojë përmendin strategët të kalon nga politikën të mbajur të ndrikit. Cili është ai? Abdin Koka, për shembull, janë dalë të përgjithshme. Një teori letrare
është analizë vetrore, në rrasë të cilat mund të mbahen nga këto profesorit e drejtësisë përditshme. Nuk e lanë specifike për një departament drejtësi. A ka mundësi që Mund me rishërtu dhe njëherë na atëherë po me rishërtu. Që të ke përmendoj fakte për lehtësimon të Në të shtyjet ky rast, s'ka problem. Mirë, atër, kusha që ky rast të shtyjet? Kundra abstenim, një zëri. Kandidati tjetë në Fakultetin Teologjik i pari në pasqyrë është Bekim Beta për gjuhë angleze, për fushën e gjuhës angleze, po nuk ka punime që kërkohen përfutje me rekomandim të Senatit ose ka vlerësim pozitive. Mirë, dëshërë ndikush fjallën? Në të rase kër e kemi propozimin e komisionit të këshillit që nuk përfutet këthet, kushat që kandidatit këthet me këshill të fakultetit? Kundra abstenim, një zërin. Një abstenim, më bo. Kandidatja tjetër me radhë Lindita Tahiri, gjithashtu për lënë fush gjuhës angleze dhe komunikim masiv. Po i kësu s'po shku në gjuhës angleze, po me djetë e mos shët profesorit gjuhës dhe letërsis angleze shkruan, që ka, do me thonë, titullin. Doktor i shkenca filologjike, profesor asociuar 2012, punimin me përfutje me rekomandimin nuk ka, me përshtim një ka, që është gjendje. Ndetur në ka mundësi shkon edhe majta të gjashta. Nuk është me thënë e përrejme këtu me të pasë, me thënë ose të kusht ose të tjetër. Ndoshta kishte mirë edhe rastin e saj ta lëm bashkë me shokën, sepse jam në vërtet profesoresha ka një komision dhe kombëtar që ka vlerësu, edhe nëse ka mundësi kishte mirë që ta shqyrtojmë për herë tjetër, ta shqyrtojmë në komision edhe njërë. Dikon në vërtum në dhe një propozim të ashtu se vazhdojmë që se të gjitha rastet ke arsyna dhe që përna. Profesoresha vire këtë konkurs i ka parasit vetëm punimet prej zjedhjes fundit, ashtu të në stënë. Ka lidhje, do të ka pos keq. Ka parasit punimet prej presimimit, edhe që është një ashtu e zjedhjes. Që tani, ju jemi senati të mundë. Dëshën të këshjallën, kush është të ky rast të kthehet në këshill të fakultetit? A kem kundër abstenim? Një abstenim. Edhe në të rastit rasti tjetër është kandidati Dirak Kajrardeu. Jena se rikëty. Kjo e la me lanë kështu. Ja, qëndron. Mira. Korekt. A për një pyetje në tani, që kjo pozita që për jetë për shtyni, sa po është, a pati kohorë, të dojmë e një, një kërë në shëtën për jetë, për në lapë. Ja. Nderuar senator në podia ishte në senatit kur dekani i fakultetit të jetës të elektroteknikës, inxhinierisë dhe kompjuterike, propozoj që derisa ta kemi të qartë si të veprojmë me pas letrës së ministrit, derisa ta kemi të qartë si të veprojmë me ato teknika të rekomandimit, që mos marrim vendim për këtë kategori. Kështu që derisa tjeri diçka tre, do të shpindesh. Kandidati pra Dirak Kajrardeu ka apliku për lënë në fushën e gjuhës angleze, por ka vlerësime pozitive me të ratë punime nuk janë evidentuar që gjindën përputje me rekomandimin. Faleminderit dëshën të kushjallën. Po dhe aja jenë kundërshtim do të nësën përputje. Një arsye është tash. Unë thash fillim kanë shumë punime, po që së përputhen me rekomandimin.
Kush është që ky rast të kthehet në Këshill të Fakultetit? Kundër abstenim? Asnjë abstenim. Kemi kandidatën tjetër Bader Bajrami për gjuhë dhe tërsi frënge, gjithashtu nuk janë evidentuar punimin për fushën e rekomandimin. Okej, dëshon diku fjalën? Kush është që dhe ky rast të kthehet në Këshill të Fakultetit? Kundër abstenim? Një. Vazhdojmë fakultetin tjetër, fakultetin e shkencave matematikë natyrore. Kemi 3 kandidatë për shërbim të fakultet. Së parë një mësimdhënës për lëndë të kimia energetike ka apliku pa bardh gashi, është shërja asociuar. Ka vlerësim pozitiv nga Këshilli dhe Komisioni Vlerësues. Komisioni Studimeve ka konstatuar që ky ka numër të mjaftueshëm punimeve, më shumë se që kërkohet madje në revista kredibile. Sa përket kriterëve tjera, parametrave tjera, i keni të listuar gjitha me radhë para jush. Ndoshta dekani mund na dhënë ndonjë informacion. Dekani do të fjalën? Mirë, atë kush është që profesori Fatbar Gashi të avancohet në profesor të rregullt? Kundër abstenim? 1-0. Vjen kandidati tjetër për lëndët kimia analitike dhe kimi tjera, është Faik Faiku, kë gjithashtu ka vlerësime Faiku, ka vlerësime pozitive nga Komisioni Vlerësues dhe Këshilli i Fakultetit, ka numrin e nevojshëm të punimeve që kërkohen me statut, që janë regjistra, që indeksohen në databazën Skopos, i ka dhe një moritari të rështjera që i keni në pasqyrat para jush. Hapi debatin? Mirë, atëherë ky ka propozimin e Komisionit Recenzues edhe të fakultetit për profesor i rregullt. Hedh në votim kush është që Fatmir Faiku të avancohet në thirrjen për profesor i rregullt. Kundër abstenim? 1-0. Kandidati tjetër është profesor asociuar Majlinda Daci, ka aplikuar për kimi organike në 2 edhe lëndë tjera. Kandidatja ka 4 punime si autore ka në revistën Skopos, që janë punime në revista cilësore, vërtet. Do të më përmend që ka edhe punimin tjetër, gjithashtu në revistë shumë cilësore, po mirërisht mas mbylljes konkursit. Prandaj për arsye formale se plotson numrin e nevojshëm të kriterit, edhe të gjitha kriteret tjera kjo i plotson shumë mirë, por njëri më ka. Dëshon dikush në dekan? Na të kthejmë Këshill një herë, tani Dhe të kanë vetëm që se ka arsye që na jemi si senat për mirë kuptim, që se kemi arsye si fakultet. Po me këshyrë, nëse ka dëshmi, nëse ka dëshminja ja, që ju ka pranu punimi para mbylljes së konkursit. Dëshmi për shtëpisë votuese, që ju ka mbyll, ju ka pranu para mbylljes së konkursit, edhe se u publiku ma vonë, aja kvalifikohet edhe na mujë me shqyrtu ato eventualisht. Mbetët në pendë, kur do thonë? Është vërtet është shumë specifik. 4 punimet që i ka të indeksuar në Skopus është autore e parë. Edhe veç me këto ka përcent plot që janë zgjedhur aty. Punimin e 4 si autore korrespondente me 3 autorë të huaj e ka në indeksuar tani në Skopus, po e ka 2017. Edhe një tjetër arsye pse nashta po mendoj që ka drejt dekani shkencave është fakti që ky punimi 5 i cili nuk mund të pranohet ashtu. Është në listën e gjerë të Website, në master list. Konkursin e kaluar i kanë kapërcy tip konkurs nuk kanë kapërcyer për shkak të forcimit të tjerë. Po ndoshta do të ishte mirë për propozimi të formë. Okej. Mirë. Kush është atë që të shtyhet ky rast? Ka kundër abstenim? 1-0.
Kalojmë në fakultetin juridik. Tu kandidati I parë është Bisar Morina, profesor I asociuar, ka apliku për lëndët teorie dhe praktika parlamentare. Bisari ka vlerësim pozitive nga Komisioni Vlerësues edhe nga Këshilli I fakultetit. Ne kemi shiku punimet, I kemi analizu edhe janë konstatu që kandidati I ka 5 punime si autori I parë në revista shkencore. I kemi listu dhe gjitha të arritëra tjera që kërkohen me statut, prandaj përgjigjet tona shumë rregull. Ndërsa hapet debatin dekani I fakultetit juridik. Po kandidati, si që thatë dhe ju, ka rezultat pozitiv nga fakulteti, nga komisioni, edhe komisioni I studimeve ka konstatuar se ka kushtet ligjore, prandaj edhe konsideroj se të gjithashtu sot votohet për shkëtitje dhe kërkoj votimin nga Senati. Dëshon dikush lajm? Kush është që profesori Bisar Morina të avancohet në thirrjen e profesorit Tregut? Ka kundër abstinim? Kem kandidatin tjetër Isfet Morina. Më duhet me thonë që është qëllim që kjo është rasti ngjashëm me Majlindën. Gjithashtu ka 4 punime në revistë gjermane, revistë kredibile shkencore, si autori I parë. Duhet 5 në gjithësim, ka të arritura tjera, po një kriter formal 5 punime nuk I. Prandaj Senati vendos, po kish me konvergjike edhe këmë kajtu një të pra paka shoni një. Në dekan? Po se në kategorinë ratës shkrimet, ato që thamë, se ka mundësi dhe sepse kandidati dhe që ka dhe arritura tjera cilat nuk po merren përveç aty në punime, me shikun që ndoshta për aspekte teknike më dëmtohet dikush, eventualisht ndonjë aspekt teknik se ndonjë punim nuk del në databazë të tjera. Ndër senatori Niputa. Unë që të shkyrë të shikohet dhe njerë, por duhet me teksu një fakt që ne kemi përsërit disa herë në senatës në diskutime mbi kritere, e toma që jemi nivel kritere dhe herë shumë teknike, po të sa bela të përshamu, duhet me teksu që kemi përmen 4 punime që janë nivel atështë parlamentare, në dy gjermane, dhe nga bënë për verë, dhe mos ne të jurist, që potencojnë qartësisht, të flasin për një kandidat, në gjemë të shkollë gjermanate. Gjitha ata që kanë informacion, jurista po të po, shkolla gjermanë, jurisprudenca gjermanë që nërën të të verkotorë. Edhe I shko mirë dhe mund këto me të këshu, që mund të ketë edhe në qofë se nga njëherë një kusht teknik, du të atësujem që është prej teknike, nuk o përkufi si që është këtaj projektorë që është me rekomandimin. Po kjo në asjel nga pikën që kandidatin si të mos duhet me shumë kujdes, dhe kemë të tyre kryesore, që të përshtasin kriteret, kriteret për them kriteret larta këtë. Si pas fusha, dhe nëse themi që kriteret për shkenca juridike përshtasin një standard që në Gjermani, në Itali e në standardet, në dhe standardet më lartë. Se pas bëjmë me gjuhën, dhe edhe këto previstën atje, nuk janë skopos për shumë. Janë këto, ku të pranoj, në Të pranoj, ka të punime për shembull këtu, madje një tjetër test, që kanë një vlerë shkencore, dhe kjo që po them unë me shumë përgjithësi, por që teknikisht në këto standarde që kemi përcaktuar, nuk mund të jetë automatik. Janë ndari Komisionit për statut dhe kemi dhënë kontributin atë pas dëshimit. Ato propozimet e mia shkojnë edhe Veç që adorë të thëmë, nështë edhe në senës të pasim edhe media dhe gjitha, për shkenca juridike, me bo një komentar të ligjit, është nivelin më lartë shkencore. Për shkak se ta shikojnë gjyqtar, prokuror edhe të gjithë. Dhe të fatkeqësisht komentarët e ligjit të ne asnjë nuk është numëruar, a një komentar mund të ketë 30 punime brenda. Është nivelin më lartë, nuk ta kontrollon çdo kush. Dhe fatkeqësisht këto nuk janë marrë të shumë kandidatë, edhe të kandidatë në fjalë dhe unë ta të herë për shkaqe të natyrës teknike se një databazë sa vendohet ose nuk kanë jetë imponim, din poshtë të gjithë kontributit shkencor, të cilën kandidati po ta kishin ditë se do të jetë kështu, i kishin lënë disa komentarë dhe kishin bërë disa punime kështu që kërkohen çinua teknike. Faleminderit shumë. Për shkenca tona humane, shpesh herë databazat e platformat nuk e kanë atë rëndësinë e madhe që kanë shkencat eksakte, po vetë punimi, cilësia e punimit. Në
se dojmë me pa aspektin shkencor të punimit, do duhet për shembull mirët një model si në Gjermani ose në shtetet shumë të avancume të formohet një komision ndërkombëtar ose merret thjesht me cilësinë e punimit. Faleminderit. Se kjo neve si fakultet na ka përshtatur kandidat shumë serioz konvencional. Okej. Atëherë kush është rasti se të morinit të shtyhet? Ka kundër abstenim? Edhe rektori dhe prorektori dish me numra. Ma tjetë të prorektor që në numër. Dhe fakulteti ekonomik, të kanë kemi para se në fillu. Po, në fakulteti ekonomik, në kësha lutë që të përfshihet një rast, është ka kalu mbledhjen e kaluar me këshillet dhe dokumentat që kena dërguar dhe vendimin ka qenë buletini ka presu kushtet, prandaj kërkoj që të përfshihet me është Sadete Plana, po. Është kandidatja profesoresha Sadete Plana. E ka ardhur me vonesën, nuk u mujt me përcjell materialet, po këtu i kemi dhe do ta prezantojmë. Edhe gjestimin e kemi shumë, kështu që nuk ka problem. Kështu që edhe Komisioni Studimor ka pas kohë dhe ka analizuar rastin si tillë, ndërsa kërkoj që dy rastet të tërhiqet për arsye se ka dilema në punimin dhe dëshmitë që kanë sjell më vonë, është kandidatja profesoresha Rabini Mustafa dhe profesoresha Fiorentina Xhelili. Këto dy raste të tërheqen për arsye se kanë dilema në punime të cilat dëshmitë kanë sjell më vonë. Okej. Mirë, atëherë, dëshon dikush fjalën? Që si atë me të hedhit propozimin, kush është që rasti i Sadete Planës të shërtohet sa ato dy raste të shtyhen? Ka kundër abstenim? Të Sadetja, mas pare që të rike vëmendë, bëhet fjallë për pozitën e profesorit të asociuar Akitili. Tash për ka gjemi njësë është profesor të asociuar, po shkoj mas pare të ka të kry, si kategori më edhe. Kjo është shërtu me vonesë, ka posë do vështërsi taktume, po si të që tjetë kemi më rrinë që para se mbledhe me vonë shërtimet e nevojshme në komision të punimet. Është konstatu që e ka një punim, që atore po në revist, ne edhim që kërkojnë 3 profesor të asociuar. Këto pika tjera, këtu shtunën të arritra tjera me zyrën për çështje akademike i kemi morë nga buletimi, i kemi bërë në pasjur, që i kemi parajush, prandaj nuk ka dilema rreth mundësisë për votim të kjo. Okej. Dhe kanë të shumë fjallën? Komisioni, do të thotë komisioni recenzues 3 herë, 4 herë është formuar për këtë rast. Për këtë arsye edhe është diskutuar në këshillim në vonesë. Komisioni recenzues ka propozuar që të avancohet në profesor të asociuar. Këshilli i fakultetit e ka mbështetur, natyrisht do të qëndrojë pranë vendimit të këshillit të fakultetit. Okej. Faleminderit shumë atë edhe propozimin kush është që rasti i Sadete Planës të kthehet në këshill të fakultetit. Faleminderit. Kalojmë tash tek një abstenim, 2 abstenime. Te kategoria profesorëve të rregullt në fakultetin ekonomik, kandidati i parë në pasqyrë është Armen Krasniqi.